Sektori turizmit në Kosovë ka vazhduar trendin pozitiv të rritjes edhe gjatë vitit 2026 me një numër më të madh vizitorësh vendor dhe të huaj që kanë qëndruar në hotelet e vendit gjatë muajit mars. Sipas të dhënave të publikuara në mars 2026 janë regjistruar gjithsej 46.649 vizitorë në hotele, duke shënuar një rritje prej 15.9%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ku numri vizitorëve ishte 40.239. Nga numri i përgjithshëm 19.180 kanë qenë vizitorë vendor, ndërsa 27.469 vizitorë të huaj, çka tregon për interesimin në rritje të turistëve ndërkombëtar për Kosovën si destinacion. Rritja është shënuar edhe në numrin e netave të qëndrimeve. Gjatë muajit mars janë regjistruar gjithsej 94.000 net qëndrime në hotele, prej të cilave 52.226 ose 55% janë realizuar nga turistët e huaj, ndërsa 42.578 nga vizitorët vendor. Sipas statistikave, numri i vizitorëve të huaj është rritur prej 9.1% krahasuar me marsin e vitit 2025. Pjesa më e madhe e turistëve kanë ardhur nga Shqipëria, Gjermania, Turqia dhe Zvicra, shtetet të cilat vazhdojnë të mbeten ndër burimet kryesore të vizitorëve në Kosovë. Rritja e numrit të turistëve po konsiderohet një tregues i zhvillimit gradual të sektorit të turizmit dhe interesimit në rritje për ofertën turistike të Kosovës, kurse qyteti i Prizrenit është njëri nga qytetet më të vizituara, kjo edhe për faktin e trashëgimisë historike që ka ky qytet. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.